A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me derset Shifai Sherif, një temë e bukur. Një temë që na duhet edhe neve, qoftë hoxhallarëve, qoftë xhamatlive, si në shtëpi, ashtu edhe në vend të punës, ashtu edhe në rrugë, apo me usjell but me dyshmanin, me armikun. Do thosë njeri, po hoxha, nuk kemi shumë armiq, abe shejtani o dyshman, shejtani në atë moment të bën nënën armike, të bën babën, të bën gruen, Allah na rujt të bën gjalin apo vajzën. Për çfarë këto hadithe le të jenë, e mos presim vërtet gjendje lufte t'ja falim dëkujt. Pejgamberi alayhis salam se ka bashtu. Neve këto t'i marim principe në jetë, të mundohemi këto falje dhe këto tolerime, t'i bëjmë me të afërmit tonë. Nëse ju kujtohet, dersin e fundit, kaloj tema e njëjtë normalisht për ta falë dyshmanin apo armikun, rasti i fundit ishte, rasti kur ai njeri që ma pa bëhet musliman, donte ta vrasë pejgamberin alayhis salam, gaurethi dhe ju rëzu shpata nga dora, tha kush do të shpëtoje, pejgamberi tha me një bindje të plot, Allahu, e i ra shpata. Në më pa tha, ty kush do të shpëtoje, a i së më thot, Allahu se nuk i beson. Në to gjendje frike xhamat nuk të kujtohet, Allahu nëse nuk i besojsh Allah. Tha të lutem ma fal, banu njeri mirë, pejgamberi alayhis salam, si njeri më i mirë në botë, ja fali ati këtë gabim. Dhe tash dhe vazhdojmë inshallahu taala me disa raste tjera, që si që thash edhe parës, tash këto që erdhen, në këto mos i lam vetëm pejgamberi i ka bo, ose në këto situata kaq ekstreme, ta lam atë falja, po ne duhet situata më të lehta, me nanën, me babën, me vllajin, me i fal gabimet që të kemi raporte të mira. Vërtet pak mungon kjo, hakmarrjen, e kemi shumë qejf, një gabim i vogël me njerë ja kthejmë, një gabim ja kthejmë me 2 gabime, një të shajtme me 10 shajtme. Nuk o mirë kështu, nuk flasë se xhamati e ban hoxhallarët se bëjnë. Gjithë jemi këtu, një xhamat apo talebe të Shifai Sherifit, që kemi nevojë për të marrë derse nga këto raste. Ama vërtet me niyet të pastër, edhe me qëllim, unë e ngjoj këto derse, e ne do mundohem me njerë mapa. Mund të ke parkir veturën, dikush ta ka zënë veturë, me njerë nam teket ky ders. Dia falim xhamat, se nuk shkon me xahila, nëse i themi traspravesh, të debatojsh, nuk shkon. Duhet jemi pak ma tolerant, se tregohet një rast, një gruas i vdes burri. Në xhami i vdes. Ama gratë e sodit edhe tati vakti që kallëzohet kjo, si rast, ma sa është e vërtet, ndoshta vesh për ders kështu. E kallëzojnë, po, në xhami i ka vdek. Ama kjo shumë e pas ka xhelozu burin e saj. Ashtu janë xhamat, gratë nuk ndrojnë. Si dush hoq, banu, si dush mubarek, banu, lëshoj mjekrën të shkaq, dhe të pyse ku i e. E në tej, ani nuk duhet ta ndrysh, është ta mba e vijën e drejtë, për e rëvonë. I thot, ku i e, më falë, gjike tema, i vdes buri, tamam. Tash në xhami i vdes xhamatlis din si t'ja çojnë haberin në shtëpi kësaj gruas. Si t'ja çojmë çullën njëri tjetrin edhe hoxha gjithë bëjmë, apo me njerë të hoxha. Hoxha thot rejni rat, unë e marrë për sipër edhe shkojnë, me një 2-3 xhamatli, tak, i bin derës, del gruaja. I thujnë kështu, imami e merr fjalën, thot, oj motër, qetësohu, mosu shqetëso shumë, po burin tant e kajnë pa me dika tjetër. Shtej, nuk o rena, po njatësi e kajnë pa me xhamatli qerë. E kajnë pa me dika tjetër. Kjo, miza ndërksul, ashtu karakterin, au dhe e vras, au inshallah vdes, au inshallah ja shof xhenazen, e ne imami thot atër sel në xhenazen shpe. Tamam. Tash më bëhet kështu, për një fajt të vogël me një xhenazen e në vrasjen e kështu me rast. Shifi tash, çfarë raste është dërezojmë këtu nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Një nga lajmet apo nga informatat që na kanë ardhur nga pejgamberi alayhis salam, nga falja e tij e madhe, është rasti kur ja ka fal asaj jahudijes e cila semethu,
e kishte helmu pejgamberin a.s. kishte shti helm fishati të mishi i asaj deles që hangër pejgamberi a.s. Bade i tirafia, pastaj ajo e pranoi fajin se këtë krim e kishte bë. E tash ala sahihi min rivajat, kalojnë disa rivajete në lidhje me këtë rast. Çka ka ndodhur? Një grua jahudie kinse bie hedije, një kinç themi, dhe aty ka shti helm. Momentin kur e prek me buzët e tij pejgamberi a.s. në rivajet e kalon, mishi flet, i thot pejgamberit mos më hasi jam me helm. Mirë po më në buzë i kish mbet pak ai helmi pejgamberit a.s. Që u bo shkak edhe një herë në vit e kapshin do ethe, që thujni ulemat, nga çky helm është bo sebeb edhe vdekja e pejgamberit a.s. Mirë po ja fali pejgamberi a.s. kësaj jahudijes. Në do rivajet e qera kalon se jo është hakmer dhe e ka vra se ashtu kërkon ligji i Allahut. Ke vra njëri të pafajshëm, kisasi i kësaj është edhe ty do të ekzekutojnë. Mirë po, si do i bashkojmë të ashtu dy hadithe? Këtu kalon se ja ka fal, aty kalon se e ka vra. Ulemat, qitape di lexojmë, TikTokin nuk do e përdorim, Instagramin do e mbyllim, Facebookin vetëm për futballin e për transfera do e përdorim, fen jo nga interneti, se me njerë mapa zanë dyshimet. Do njëni dhe ta qese këtë rivajet, ja ka fal, a i qetri dhe ta qese këtë qetrin, e ka vra, hajde tash. Ulemat thënë kështu, bëhet fjalë për rastin kur pejgamberi a.s. ja fal hakun e vetes së tij. Vetes ja fal, që helmohet, hajde. Dhe shqyra Allahut nuk vdes, atë hakun e vet ja fal. Mbas një vjeti, vdes njani për sahabive që ka marrë pjesë në atë darkë, ai komplet e ka çu mishin te poshtë, një vjet i ka shku ajo gjendje e sëmundjes, mas një vjet e realizohet vdekja, me që u realizu vdekja, prap kthehet kisasi të ajo grua, se ajo e ka vra, hakun e vet ja fali, ama hakun e qetrit sën ja fali, mas një vjet e pejgamberi a.s. e ekzekuton atë grua sipas ligjit të sheriatit. Mirë. Do me thanë, aty ku duhet falet, mund falet, dë njerë edhe duhet me përdor atë që ta ka leju Allahu Gjelle Gjelalu. Një rast tjetër, falja e pejgamberit a.s. është kur nuk e ndëshkon Lebid ibn el-A'samin, kur i bani sihr pejgamberit a.s. Lebidi e ka pas gruan magjistare, dhe vajzat e vete i kanë ndihmu për ta bërë qatë sihr e dim atë rast, disa fije floku të pejgamberit i kanë gjetë në krahën, ja merr Lebidi këto, shkon gruaja ja mëson si t'i bëjë sihr, dhe me një dhewan i thushin duket ati pusit ku ka qenë ai guri, poshtë aty ja kam qef atë sihr, me disa kërrube të hurmave aty e kam qef, dhe i bën sihr pejgamberit a.s. Pejgamberit dëmtohet nga i sihr. Dhe ky kitab xhamat e ka emrin shifa. Shifa do të thot shërim. Dhe çdo smundje që prek në akide apo në dyshime ndaj pejgamberit a.s. shërimet janë te ky kitab. Kam gjuhë edhe nga shumë të ri, bile dhe xhamatli që kanë ardhur në përderse, thonë hoxho, si mundet një pejgamber të dëmtohet nga sihri, ma pas si di besojmë neve atij pejgamberi kur edhe atë ka kap sihri. Thot, ma mirë vjen hiç mos i besoj se i kanë bërë sihr pejgamberit, po hadith kalon kjo. Kul eudhu bi rabbil falaq, kul eudhu rabbin nas, ne këto i lexojmë, për çat kanë zdrip. Mu për çka rast kanë zdrip. Pejgamberi a.s. ndikohet dhe prap komentimet e ulemave do jenë shërues për neve. Ndikohet mirë po vetëm në aspekt fizik. Do me thamë vetëm një mashtrim optik. Ka mendu se ka bërë diçka me gratë e veta dhe ka mendu vetëm se çdo është i papastër. Një gjendje psiqike kjo, ashtu iluzion. Mirë po mendja që e pranon vahjin edhe zemra nuk ka ndikim këtu në këtë sihr. Do me thamë vetëm çështje fizike. Krahasojeni me rastin e dersit të kaluar. Si mund një pejgamberi t'i the dhami në luftë as e rujnë me laqet? Fizikisht u lëndua. Asgjë nuk ndikoi në pejgamberllëkun e tij. Edhe kështu nga ana e xhineve, nëse është të sulmuar vetëm në aspektin e syve, ashtu i kam pa syt kurse bën diçka me gruan e vet, në fakt gruan nuk e ka aty. Dhe ta ditën ka mbet në mendime, s'ka pat fuqi, kurse kije mendje në rahat apo
me sy e shoj se ke bo diçka, në fakt në botën e realtat nuk e ke bo. Mirë po vetëm të sytë që këtu është ai mashtrimi optik. Dhe Molla Ali El Qari sjell do citate nga dietari më i madh i tefsirit, Fakhruddin Er-Razi, ja Rabi na bashko me atë në xhennet dhe na ruaj larg nga ulemat që kanë kritikuar Fakhruddin Er-Razin. Allah ja Rabi ruaj xhamatin ton nga ulemat që e kritikojnë Fakhruddin Er-Razin. Ulema i thonë me aty në hatri se kanë pat një farloj dijeje. Ne dhe jemi nga ana e Fakhruddin Er-Razi xhamat. Juve ndoshta nuk i dini këto tema, mirë po janë bodo konflikte. Kundër Fakhruddin Er-Razit, edhe ne me Fakhruddin Er-Razin. E dini si i ven kjo? Si i ven kjo. Palestina me Izraelin, gjajti që aty pari. Gjajti që aty pari. Tash hoxhallarët mund të thënë hoxha pak e teprove, po e teprova, se ashtu kanë thënë do njerë teproj që ta kuptoje xhamati, çfarë rreziku është kjo. Allah ja Rabi na bashko me Fakhruddin Er-Razin në xhennet. Ai sjell disa lloje të sihrit, nuk du t'u friksoj, apo mirë po, që kjo që është lidhje me mashtrimet vetëm optike dhe në dukje. Thënë, vërtet të ty nuk mund të ndikoje, vetëm synin të kamuflojnë i xhinet dhe ty duken do gjëra që në fakt nuk janë. E mund të thosë një që e shof që atej, nuk është aty, po veç të mashtron shejtani. Allahu Teala na ruaj nga çdo lloj sihri, nga çdo lloj magjie. Amin. E pejgamberi a.s. një natë i shef dy melajqe në ëndër, njëna mbi kokë, tjetra mbi kamirin, dhe pyesin çka ka ky i dashuri. Njëni, thonë pyesin njëni tjetrin. Njëni pi melajqeve thot i kanë bo sihr. Kush i ka bo? Lebidi thot. Ku e kam qef? Qa qete ajo, taj bunari poshtë ndër gur. Dhe pejgamberi a.s. zgjohet, i urdhron sahabët shkojnë i gjenja atë, dhe në atë moment i zbresin surja El Felek dhe surja En Nas, që ndryshe i thujmë neve edhe El Muavvidhetein, me ato që sure që kërkojmë ndihmë nga Allahu të na largoje problemet edhe belajat, konkretisht në këtë rast sihrin. Min sherri nefathati fil uqad, thot Allahu Teala në Kur'an. Allah na ruaj nga sherri i atine grave që fryn në për ato nyje. Lebidi e ka bo, mirë po ato fryrje, se si ka dit vet Lebidi, i ka bo gruja e vete e në vajzat e veta. Prandaj kalon në formën e gjinis femrore. Nefathat, këtu është me gisht. Neve gramatikën kur e mësojmë me që këto gishta. Dhe hoxha jonë në thoshte, duart dhe që këto vijat e gishtave, Allahu Teala na i ka kriju që t'i zgjedhojmë foljet në gjuhën arabe. Se 3 ka këtu, 3 ka këtu, 3 ka këtu, 3 ka këtu, bashkë të gishti ka 2 vija. Se në gramatikën arabe këtu janë vetëm 2 vetë. Veta e parë, njëjës, dhe veta, si i thujnë, e parë shumës. Una dhe ne. Te gishti i fundit shkon unë. Gjuhë qera fillojsht veta e parë është unë. Nefs, ego, unë e pa unë. Unë e pa unë. Bolni më unë. Që aty na keni ardhë. Gramatikën arabe fillojt pete aji. Aji është i pari. Allahu Gjelle Gjelalu. Hue, huma hum, hie huma hunne. Ma pa vazhdon. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entune. Ene, nahnu. Që këshu janë për emrat në gjuhën arabe. I, you, he, she, it, we, you, they. Be, këto i dim kitë. Ish, du, zin, zi, shlaj, shlo, shlojt, e në ato i dim. Në shkollë i kina mësu. Ma pa e në frëngjisht patëm një vakët. E në latinisht patëm një vakët. As një liber frëngjisht nuk e ke, as une, as ti. Derisa nuk je profesori frëngjishtes, bibliotekën të andes, ki e libra frëngjisht. Kur'ani Kerimin çdo kush e ka në shtëpinë e vete. Pse nuk na mësua neve hue, huma, hum, hie, huma, hun, ne? Pse nuk na mësua kjo? Për që këtë nuk na mësua xhamat. Që të vazhdojnë që ato i gjine, ma pat na bëjnë në sihra, e ne mos dim si të mbrohemi, e ne të na shkatrojnë njerëzit. Mos dim ma pa si të va tolerëm, si të va falim. Që i ka bo sihr, pejgamberi a.s. a shpëtoj nga sihri. Ja fali, hiq, bile, wala atebe alehi, as nuk e qortoj bile, fadlen an muaqabeti, e kuma ti hakmeret ati, apo ta dënoje diçka. Unë e arrita qëllimin, a më shpëtoj Allahu Teala nga ki problem. Hiq be as nuk i ka thënë pse te kështu.
Ama prapë Allahu Teala na ruajt nga sihri, nga magjia, nga njerëzit me niyet të keq, nga syri i keq, nga momenti i keq, aman edhe mos shkelim dëkun të keq, se vërtet ne i besojmë kësaj botës i xhineve sent, mirë po nuk duhet edhe shumë me zmadhu, çdo problem në jetë me lidh me sihr e me magjia. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e kanë dëshkuar Ibn Ubej ibn Selulin, Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, munafikun më të madh të Medines. Edhe une, edhe këtë qerët besoj se kur kemi thënë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kemi mendu se gjyshin jakujnë Selul. Këtë munafik e kanë përmend për kundrazi edhe se ka qenë gjali i Ubejit, edhe se ka qenë gjali i Selulit, do me thënë Selulja kanë kujt nanën. Një vetëmi rast që me gjithë nanë kanë përmend, apo sidomos ne shqiptarët prekemi këto raste për çat për ka baballarët thire, me gjali i filanit thujmë apo. Talebeve thonë stakfirullah dunia. I kujt je ti? Ma përmend emrin e nanës. Nuk bën emrin e nanës të përmendet. Vërtet nuk duhet të përmenden emrat e grave. Kjo është metoda e Kur'anit Kerimit. Tamam. Gruaja e faraonit thot Allahu Teala në Kur'an. Gruaja e Imranit thot. Vetëm për Hazreti Meriemin thot Meriemja. Dhe kjo është një argument ndaj krishterëve se çdo herë historia e njerëzimit, sidomos në vaktin e Hazreti Meriemit, atëherë mbretërit, romakët e kështu me radh, e kanë quajtur si turp të madh me u përmend emri i gruas. Kanë thënë gruaja e mbretit, mbretnesha me emën Elizabeta, ku e dëgjoj, mbaro me u përmend. Se më njerë kur përmendet njëri pa titull, i pek pak ajo vlera edhe pesha. E tash nëse gratë e mbretërve nuk janë përmendur me emra, apo vajzat e mbretërve s'janë përmendur me emra, ta kish pas hasha estakfirullah Allahu Teala grua Meriemin, adja kishte përmendur emrin. Këndej grua së faraonit nuk ja përmend emrin, grua së thuaj emrin mbretit Hazreti Jusufit nuk ja përmend emrin, këndej grua së veten thojza, a mund t'ja përmend emrin ta kishte alis grua. Mirë, ki Ubej ibn Seluli, do me thënë nuk është ai kryesori, alejqim selamaj dhe rënëm senda, do me thënë edhe nanës vetja dim tash emnin, ama nuk bën me shajt, gjynaf. Apo, çifti ati, çishit munafik është ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjitha ato maltretime, qoftë me vepra, qoftë me fjalë, ai nuk është hakmer kundër atyne. Bile një rast ka ndodhë, sahabët i kanë thënë, ja Rasulallah, na lejo ta vrasim këtë munafik, pejgamberi alayhis salam ka thënë, la yutahaddeth anna Muhammeden yaqtulu ashabeh, nuk dua që të përhapet muhabeti kinse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i vret shokët e tij. Se ki munafik kanë det mesin e muslimanëve. E tash mushrikët që kanë det në Mekë, muslimanë që emigruan në Medinë, ma pa ato Medinas u bon musliman. Ky munafik Medinas, kur dhe e marin vesh mushrikët e Mekës, aha, shif ki kanë tash t'i vrase Medinasit, dhe thënë që ju që shkut me atë bojni musliman, shif fillon një nga një t'i vrase. Që mos përhapen këto, thash e theme, pejgamberi alayhis salatu wasalam merr masa mbrojtëse, thot aman lene let jetoje, pe Allahu do ta gjeje. Edhe kjo është një parim, terkul umuri yejibu tagayyuruha mekhafet mafsidatin akbariha. I lash do punë që me të vërtet duhet ndryshoje. Kjo këtu të rihet themi se është gabim. Unë duhet ta ndroj vendin e kësaj. Mirë, po si t'ja ndroj vendin kësaj këtu do ta gjej një dëm akoma më i madh, atëherë neve duhet të pajtohemi me çka dëm më të vogël. Ta kish vrat munafik dhe përhapeshte një afer ende më e madhe. Atëri thot le të jetoje. Po çka ka ndodh? Muslimanët luftojnë me një fis arab Beni Mustaliq. Vetëm me 700 veta shkojnë, në mesin e tyre ka pas edhe disa munafik, ku edhe që ki Ubej Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Mirë, po munafikët çdo herë kanë qenë të friksuar në luftë, e për herë kanë dash të ndodhe diçka e keqe që të kthejmë. Mirë, po fitojnë 700 trima, 700 luan të Allahut e fitojnë luftë. Kthejnë me një vetbesim shumë të madh musliman tash në vendbanimin apo në shtëpiat e tyre në Medinë. Ki munafik, si themin e tetovarët, kallet në kraje dhe shkon një shoku të ti, i bie në shuplak, thot ti u bën e sebeb se
e ngjove stakfirullah Muhammedin a.s. ne filluam të pranojmë muhaxhir, do me thënë Mekas në shtëpijat tona. Se pejgamberi i vllazëroi dhe çdo shtëpi së muslimanëve nga ensarët, nga medinasit, e shtiu edhe një familje të varfër nga muhaxhirët. S'dinte ka ta qese, munafikët ashtu janë. Shkon i selën ma doptit. Ta dini. Me qenë pasanik baba jati në klas, a i me i bo kitë problemet, së një bia ati, libere gjallit këti. Fat në shpollë. A ki gjinafi 1% e damit ati nuk e ka bo. Këto në shenja munafiku, dhe shkësh drejt të me i dopti. Kra në shpollë. Edhe i bie këti. E thot shembulli juaj u bo si shembulli atine që arabët që e thuj një proverb, ushqeje qenin, ma pa qenit të kafshoj ty. Edhe bon bia aty, këto fjalë kalojnë në Kur'an tash që dhe i thënë. Bon bia Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Abdullah ibn Nogjemal. Më falë, ku shkoj? Tamam. Mos u mashtroni me emnat e bukra. Munafik o munafik. Ama kur o muslimani mirë, o muslimani mirë. Thot, vallaj sa të kthejmë Medine, që këto rizila, që këto më të poshtrit do t'i nxjerrin nga Medinja dhe do jemi neve më të ndershmit aty edhe njerë lider. Për kë e tha këtë? Ku ti shkoj kjo laf? Pejgamberit a.s. Pejgamberit ja tha këtë fjalë. Aty Zejt ibn Erkami, njëni prej sahabive, ensar, muslimani vërtet. U nervozu shumë dhe i tha mbylle gojën bre qafir bre munafik, se ty as popullu jot nuk të don. Ti vllai jot nuk, gjali jot nuk don. Gjali ma indestant nuk don. Kujshia nuk të don, imami i xhamis, muezini kërkush nuk të don. Mbylle gojën, ndërsa Muhammed Mustafa s.a.s. gjithë e duan, sidomos populli i tij. Shkon ja tregon këtë bisedë pejgamberit a.s. Kur e ngjon Hazreti Omeri këtë, a mund duroje? A mund të duroje? I thot, ja Rasulullah, më lejo të shkoj. I thot, jo se ti e Mekas, muhaxhir, frigem se dë përhapet që ki muhabet mapat e Mekasit mushrik, se që shok të Muhammedit, apo Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, që shkun nga Meka, shkojnë tashni nga një vrasin Medinasit. Nuk du të përhapet ki muhabet. Thot, ja Rasulullah, ka qare kjo? Shumë kolaj. Thot, që këtu kemi luan që nuk dhe të bëjmë fjallën dy musliman nga Medinja. Ubade i bën Samitin e kije, Muhammed i bën Meslemen e kije, që këtyn e thuju me njerë këto shkojnë iq, as nuk pysim bile ja Rasulullah pse. Që kësi njerës i duen sotën e hoxalarve, jo se stakfirullah kësi raste, po barem kur those i shkobe që aty ndreqma një punë se, në shfar pune, shko bëma një qels rezervë se mu presh qelsi që ma të rejnë një ratë, me shpata me theka s'kina punë. Qels, mo shkoj e hoxat prese atë i rrenta po. I duen hoxalarve kësu njerës, ama kujt di kalzësh be gjama, s'marim ne vesh. Drejt në shkon e shejtanin brenda, që këto kërkojnë hizme qarë për viti. Po losh, këtej këtë ders që e njësh, une me hargju vakët të qelsagjia, me hargju vakët të këpuctari, me hargju vakët të roba qepsi, e në spital duhet të qoj do një rgjalin, e market unë të shkoj, në misafir të qoj ato të shpis, shkoj të marë unë, kur dhe bajmë në ders be gjama, kur dhe përgatit në ne për ders. Ma pa, hoxalarët kalzojmë pralla në gjuma. Normal se kalzojmë pralla, gjithë bëjmë. Erë gjumaja me gjuman me njerëvajnë. Me njerëvajnë. I hapim, i mbyllim sun, gjuma. U bëjë gjuma. Gjene shqyqyr tash mo, une vetë me dëshirën time jam hek nga derset e gjumas. Në mblidheshin 2 gjumaja, 2 dersen me një dit. Si di mbajmë neve nëse mire mi kështu. Për qatë nëse ka dhe ku shko të lirë, nuk thonë për besimin. A e kjeni hoqë nga. Sosja dhe një pun tej. Sosjetën, që hoxha unë, gjithë ta prej shraba, unë dëvaj dhe ta marrë dhe ta që. Nëse je i lirë, nuk e në tej talash fmin tanë pa buke më e qërë spital. Kohën e lirë, shkëm shumë e shumë në për kafe. Vallaj, mas e vab dhe e kjesh, me dersin e kaluar me e lidh, tja sosisht një punë hoxhës, mund të dhe fmija jotë ma pa ta shofe atë bereqet. A me dhaj hoxh, ne ti përdore kohët ato minuta në për qitape. Në këtejt janë dreqish, a i ma pa ta qoj e gruen e vetë në restorant. A harru o gjema, a harru, 7 mujt njëherë, një sabalek, sa pak a marish veqet kalzone, i bëjmë ato. Kina bon njetë, 2-3 vjetë u bon, 2-3 vjetë janë bo, në Kosovë dhe e qoj, tybe, së ne qoj, nuk e din hartën e Balkanit, në Shqipnis kam qenë as njerë o gjema, e po shtaj pak, nuk e thom këtë për ta lavdru vetën, ama hajde dhe kushin e aktivizohet po, në qoj e ka Shqipni në kërë. Nuk është të mestak. Që e nasin a thira gjem Prishtin, valla i sën gjem vakët.
Këtë nuk e thom të më qojmë Prishtinë, ama rinë tra e dëkushin nga nese. Inshallah nuk më keq kuptojni, këtë e shfrytëzoj atë afërsi që e kam me juve, ama këto i duen hoxhallarve. Nëse sahabët kshu i kanë shërby pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë. Një rast tjetër, Hazreti Enesi radhiyallahu anhu tregon, thot isha bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe kishte vesh një byrde. Byrde i thujnë edhe si gjybes, po edhe si një jeleku, mirë po, parës që e veshat, se është sunnet kur ta bie një hedhje me njerë me vesh, në si jelek hesape ama pak më të gjata. Dhe ka qenë nga një shtof shumë i vrasht i trash. Erdhi një arabi, një beduin, e krefi pejgamberin alayhi salatu wassalam fuqishëm për mas, shife sjelljen një herë, këtë e kam thënë edhe me një ders, këtë mos e provoja askushi, sot ta boje, sidomos para xhamatit, se nuk mund neve ta gëlltisim këtë sjellje. Nuk e kemi atë butësi, ju lutem. E kref prej që këtu, dhe i vizatuat që këtu një njollë, një shigjet, një shenjë e kuqe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe thot, ja Muhammedu, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, kur sahabit që kanë qenë çdo ditë nga të pejgamberit thujnë, neve nuk kishim guxim ta ngrejmë shikimin e ta shikojmë ka fytyra pejgamberin, nga respekti që e kishim. Këto beduinët që këtu janë sjell. Ihmil li ala bi'irayya hadhaini min malillah. Ja Rasulullah, thot, ja Muhammed, as Rasulullah nuk tha. Thot, mbushmi, ngarkomi që këto dy gomar që i kam, më falni, më bëj gomar, që këto dy gomar që i kam, me pasuri që ti ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sepse, thot, ajo nuk është as pasuria jote, as pasuria e babait tënd. Shife çfarë shprehjesh. Për shembull, vaj dëkush i sot, neve hoxhallarët sot rrogat i marrim nga paret e xhamatit. Fiks. Vakëf malli. Se ne vjet, paguan, haki i hoxhës që thuhet. Paguhet të disa xhamia, mo Allah i na shpëtoft nga këtë situata, edhe nuk është mirë shumë edhe me bo kësi muhabete, ama Allahi na rujt këto ndjenja dhe këto ndishmëri, këtë takvalek ndaj vakëf mallit. Amin. Amin. Ja Rabi, na ruaj, mos vjedhim një dinar nga vakëf malli. E tash, ju mbledhni pare, edhe neve e bëjmë një buxhet aty në xhami. E ne i ndajmë që imamit, myezinit, mualimit e kështu me. E para mendoni të vjen një arabi e thosë se kjo pasuria nuk e jotja. Me xhamatit, hajde çitëm pak edhe mua. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, po, nuk është pasuria jeme. El malu malullah, pasuria është e Allahut, wa ana abduhu, unë jam vetëm një rob i tij. Mirë po thot, e bën një gjest. Shif? Duhet bëhet qisas, duhet tash një me një. Yuqadu, qawet i thonë kësaj. Tash ti si musole muaj dhe unë duhet të të krefi ashtu. O beduin, o arabi. A i thot, jo nuk duhet. Po pse nuk duhet, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse ti e një njerë aq i sjellshëm që të keqen nuk e kthen me të keqe. Fadhahiken nebiu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam buzqeshi dhe mapa i urdhroi disa sahabë, që thash i duhen pejgamberit ngat, edhe hoxhës i duhen ngat. Në këti thejren telefonin e moja ngrin telefonin. Pse? E ka zanë gjumi. Di e gjims, i qindaj afkatën. S'ki e kontakt me njerin. Otaj, hajde be se ka ardhë njoni duhet t'i ndajfim. Pejgamberin nuk e lanë sahabët, ta ngreja të thes. Ne dhe ngrejmë ja Rasulallah. Dulen shumë derse të bukra këtu. I urdhëroj sahabët me njerë t'ja ngarkojnë një dy thes, të njani gomar vënduan drithna dhe të qetra vënduan hurma. Dhe që këshu nda ky arabi i gëzuar, sigurisht edhe të këto sahab qerë, dita ditës normalisht që i shto është e vlera e pejgamberit, mbas të i gjesti kush e disa është shtu vlera. Kur mundohet dë njeri të arruje kinse atë autoritetin e vetë, tej me kë folish, i hup këto qerët që i ka të afrë. Këto që i ka të afrëm, si e din të isa njeri ndershëm je, nuk ke nevoj të arrujsh karakterin tëndë. Ama kujdes para gjallit jo. është ofendimi madh. Njëherë e fala para 2-3 derseve e përmenda. Ndoshta një 2-3 herë kam sabër, një sjellje të keqe para djalit, para fëmijës. Ka e 4-ta e ka e 5-ta, dhe msheli qitapin,
Shalli del xhamat pi kokë shumë kollaj. Tamam, ma pa prap dhe vëndi. Ama, attention, vënimanje. Ju lutem mosni se vërtet shumë keq prek në personalitetin e njeriut. Para gruas, para fëmijëve, qosh musliman, qosh jo musliman. Kjo një razhon në mesin tonë. Nuk ngucet njeri kur i ka ato të shtëpisa. Ashtu jemi mësune, apo. Shifshim e në prindët e në gjalteze, gjalmejnë gjemat matë, apo. Kësdi se eshin, lije se me të fejomen, apo. Këto sjeli ne i kemi pa, mos se me gruën është. I kemi pa këto. Për hoxhana nuk vlen kjo, hoxha s'ka grua, hoxha s'ka fëmi. Tamam, e në 3 zhivota kanë betë. Hazreti Aisha radiallahu ta'ala anha të regon. Thot, nuk e kam pa pejgamberin a.s. kurën e kurës të hakmeret për do një zëllum që i ka ndodh ati personalisht vetë. Vetëm në rast e kur është shkel do një liq, do një haram i Allahu Gjelle Gjelalu dhe atë pse e kërkon ligji Allahut. Ama personalisht ati i ka ndodh diçka, do një zullum, hakmerjen nuk e ka përdor. Dhe thot, nuk ka godit me dorën e ti asgjë, do me thënë as njeri, as fëmi, as kafsh, përveç në gjihad fi sebilillah. Dhe atë e ka bo vetëm për ta nënshmu ma tepër dyshmanin. Kujtja ka bo këtë? Ubej i bën Khalefit. Çfarë qafiri ka qenë që ky pejgamber aq i but, aq i mëshirshëm, ta shfrytëzoi shuplakën e tij dhe me të vërtet xhamat, ja ka fut në shuplak këtij qafiri. Gjendje lufte. Ta shpoll për pejgamberit alayhis. Tregojnë ulemat në rivajet e kalon. Ka mund të ta vrasë pejgamberi, i ka ardhur përpara. Ama i ka ra në shuplak. Këti i shkon të Sulejman Hava. Thot njeri se me bomb ose me shpat e ka vra pejgamberi. Dhe kthehet te shokët e vet, tu pislu i thonë, çka keve ka dalë një shuplak e angrë. Thot të më kish pështy Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fytyr, do kisha vdek. Ishte një dhimbje që s'durohet me një shuplak. Shifë se i kam vet jeta, sa një pështym, apo. Ja, kjo në nëshmim. Sidomos shuplaka, e grushti po edhe mbura. Ama shpulla, vërtet, ofendon shumë. Prej këtu mos dale dhe një arsimtar, ma pa në grushtat e Refet Taleben, ama edhe shuplaka ofendon shumë. Pse? Goditet në fytyr. Fytyra është organi më i ndershëm i njerit që, thujemi që, përfaqëson kitat karakterin apo personalitetin e vet. Haram është me i ra njeriut që nuk e meriton me shuplak në fytyr. Me i ra me shuplak në fytyr një fëmiu që Allah nuk ja shkruan gjynafet, se ka marrë 2+ matematik, kurën e kurës nuk o halal. Mos një xhamat. Nesër dhe bojnë prindër, e 2 kalon edhe harrohet. 3 harrohet, 4 e në 5 harrohet. Shuplaka nuk harrohet. Mirë. Një ditë ja sjellin një njeri pejgamberit alayhis salatu wasalam. Çfarë njeriu? Që tregojnë sahabët e kanë kap për dorë. I thonë hadha irade en yaqtulak, që ky gomar dëshironte të vrasë ja Rasulullah. Thonë zunëm, bonte plane si të vrasë, me vrasje o xhamat, me vrasje. Nuk ka fol keq do kundi. Ka bo plane se do të vrasë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tash krahas asaj pejgamber edhe lider i shtetit. Para mendonit, t'ja bijen dhe kujt, e në t'ja fa. Sot në këto rethane ishë më ja fale. Len tura, ky ka ardhë gjina fitu drith. Ashtu janë këto khajnat, këto mbajnë veç mba shpinë e trima. Dhe kur i del tash për para pejgamberit dridhet, pejgamberi thot mos u drith. E në këtë bile e mendon pejgamberit. E në ndjenja të këti gomari ja mendon. Mos u drith. Edhe të kishe dash të mvrasish, nuk do të arrishe kur. Se Allahu Teala në Kur'an ka thënë, Allahu ya'simuke minen nas. Allahu të garanton se do të ruaje nga dami i njerëzve. E tash pejgamberi e ka pas këtë garancë, po krahas asaj ka mund edhe ta kapë ajo apo personale ta marrë. Si mundte? Edhe Allahu ja lejon se ka dash, ka bon një jetaj kryetarin e muslimanëve ta vrasë. Mbi atë pejgamberin ta vrasë. E meriton vrasjen, një me një. Ja fal bile dhe ja mendon djenja, thot mos u drit. Erdh një njeri me emrin Zeid ibn Sa'ne te pejgamberi alayhi salatu wassalam.
Zeid ibn Sa'ne, mbanja me në xhamat, kjo ngjarje është shumë ndikuese. Para se të bëhet musliman, vjen t'ja kërkoje borxhin pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe borxhin nuk e ka pas personalisht pejgamberi, po këtë familja e tij. Fegjebe dhe theubehu an menkibihi. Që këtu nga shpatullat e kref nga teshat jo mualimin e eski xhamis, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja kapi kështu teshat fort dhe përdori fjalë shumë të rënda. Dhe tha pastaj: Innekum ya bani Abdul Muttalib. O ju fëmijët e Abdul Muttalibit. Do me thënë, këtë familjen tash janë nguc pejgamberit. Ju jeni, më falni shprehje, kjo tinglon pak keq në gjuhën shqipe. Mutlun, shqyr që ka një l aty apo. Ju jeni mutlun. Mutl i vjen arabisht kur nuk e mbajsh fjalën dhe e vonojsh borxhin. Ai na marr vesh deri me nishin, që nesër o nishi, ktheja mo borxhin njerit. Si e marr vesh atër kur dush paguaj. Ama nëse ke caktuar datë, javën tjetër, mas di jave, pse më lash mua në loqe, në unë kam fëmi, mund those njeri, apo. Shqyr, unë e si kam dhanë kërkujt borç. Ama, kthenja, apo. Gje ndodhi, asot, se di, janë gatru ditët. Nuk do kallëzoj kush, po s'ka lidhje tash. Ai gjithë e njoj e dersin, dhe e mare vesh. Kaloj njani me vetur. Kom përmend këtë renders. Ai ta matën xhamat. Tham ka 1500 euro borç, 1, 2, 3 pika, taraba X, Y, ato yjet. Ka bli rap 5.000 euro, e ne prap 3 pika, e ne ja numroj ja radhiti do fjalë. Piktu mund ta kuptojni se shumë i afërt me mu, derisa çash lirë shprehet, apo ju se kishit bokët. E vërtet be xhamati gjek njerit, te 1500 euro mund nuk mi kthesh, ke blet këndi vetur 5.000-6.000 euro. Nuk është mirë xhamat. A dini pi ku dula njeri me atë veturën e kuqe? Më falni, veturën e kuqe. Veturën e kuqe. Veturën 5.000-6.000 euro, doli nga xhamia, nga namazi i drekës. Pse xhamat, nuk ngjon derse, nuk rejnë me hoxhallar, e veç Allahu ekber, përkullu, ngrau, selam, shko. Po nuk shkon kështu be xhamat. Nuk shkon kështu. Se unë të isha një 16 vjeçar, ose 15 vjeçar, një gjimnazist të isha. E ta kisha pa këtë që del nga xhamia nuk pagun ka borç. Jo, be unë njerë nuk shkelin xhami. Po shqyra Allahu qillova hoç, edhe nuk u ndikova. Se e di, këto që s'ngjojnë derse zakonisht janë kështu. Këto që s'u intereson feja islame janë zakonisht kështu, e ne mendojnë se kanë vesh një borç. Shkoj çatë ta pastroj borxhin. Pastroj akti borxhin, o vlla. Aku me Allahun. Me Allahun duhet me gjithë qef ta bësh. Namazin dhe e falim, do qetësohemi. Erdhi t'ja kërkoj borxhin dhe ju ofendoj me gjithë familja këtë. Tha, ju jeni mutlun, atëherë dhe këto që e vënën borxhin dhe blen vetura ka 10.000 euro, 20.000 euro, janë mutlun. Hazreti Omeri me njerë ja ktheu me fjalë të këqija. Pejgamberi alayhis salatu wassalam filloi të buzëqeshe, zbut me njerë situatën. Tash, ky mu më ofendoj, ky më del zot, qesh pejgamberi alayhis salatu wassalam. E tha, ja Omer, o Omer, radiallahu ta'ala, ene, huwa kunna ila gajri hadha minke ahwaj, edhe une, edhe ky, kishim ma tepër nevoj për diçka tjetër, as une nuk kisha nevoj ky me qaq agresivitet të më drejtohet ma lipe borxhin, as ki nuk e meriton të qaq ashpër ti t'i kthesh ati. U desh ki mua të ma kërkoje borxhin me fjalë të mira, e ti ta këshillojsh atë se duhet me të mirë me u kërku borxhi me njerë. Shu u desh t'jemi në hoxhallarët. Ne të parit e nejsim fesatin. Ne të parit e nejsim fesatin. E di që ka thonë ki, zdurohet ki la, fejtim fesat njerëzit. Po xhamat, vërtet ka, e në mum ka ndodh, e në juve u ka ndodh, hoxha të fejtim fesat, e stakfirullah. Hoxha të fejtim fesat, ose hoxha vejca të fejt fesat. Ato janë halamat rrezikshme. Ato fesat fejtin brenda në familje. Po mund 2 muj për dit kërsloje fesatin shpinë tande, se e ke njudën i hoxha vejc. Po lije be vlla ec, duhet neve me i qetësu njerëzit. Edhe me e pa se dëkush po ta don sherrin, ose që usol shumë keq me ty, ai duhet ta zbute situatën me njëherë. A nuk o ashtu? Ashtu është.
I tha pejgamberi alayhis salam, kishte edhe 3 ditë të plotësohet afati, të vajnë nishi. Kishte edhe 3 ditë. Ama ti erdhe ma herët, atër i thot Hazreti Omerit, paguja borxhin, bile shtoj edhe 20 enë me hurma, si hedije, kjo nuk o kamat, tamam. Më thënë, kur dush me vullnetin tënë t'ja apish dëkujt një shumë ma tepër. Themi, të mora 100 euro borç. Edhe duhet tash të t'i kthej 100 euro. Mirë po, pse më ke dhënë borç në një situatë shumë të ngushtë, dhe unë tash me gjithë vullnetin tem, me gjithë qefin tem, dua të qerasi ty, t'i kthej 100 euro, mundet të them edhe jap 50 euro pije një kafe. Kjo nuk o kamat. Se këtë qetër unë t'a jap me gjithë shpirt, s'ka qenë kjo pjesë e marrëveshjes së parë. Tamam. Edhe pejgamberi alayhis salam ja shton shkaku se e friksove Omer. Ja, dhe japim një hedije ma tepër 20 enë me hurma, se ju sollëm pak keq, i përdorëm fjalë të ashpra, a njeri e lip ka hakun. Cilin hak? 3 ditë para, 3 ditë ma herët. Dhe u bëhet që kjo sjellje e pejgamberit alayhis salam të bëhet musliman ai njeri. Si e pat emnin? Zeid ibn Sa'ne. Zeid ibn Sa'ne u bë musliman. Dhe tha, subhanallah, ma beqje min alamati nubuve shejun illa waqad araftuha fi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ish mbet asnjë alamet, asnjë isharet që aludojnë se ky është pejgamberi vërtet te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjitha i kisha ditë, po, vërtet në përqitapet tona të vjetra, qoftë Teurat, qoftë Injil, që kështu përshkruhet ky pejgamber. Gjitha i ka, vetëm 2 ende nuk i kisha kuptua i ka. Prandaj edhe estakfirullah thot, domethënë e sprovova. Thon, a është i but ndaj një xhahili kur i sillet keq? A ja shton xhahillëkia ti nervozën apo ja shton butësinë? Që këto 2 momente nuk i disha. Thot, me qëllim e bona këtë gjest, e sprovova, kur e gjeta ashtu si kalon në përqitapet e vjetra, atër me njerë, thot, u bona musliman. Zeid ibn Sa'ne, që këshu e shpëtoj imanit. Pejgamberi alayhis salam për që këtë erdi në këtë dynja. E neve që thiremi ndjekësit e sunetit të ti, për që këtë duhet jetojmë në këtë dynja. Disa ulema kanë thënë, lidhje me që këto tema xhamat. Këtu mund të ndalim, ose nëse keni disponim, a dojni të vazhdojmë. Mund të vazhdojmë xhamat, se di. Unë e kom, se di ju a keni. Nuk du edhe me ua bezdis. A i hoxha e ka pa hoxhën tem në andër, deri në 1 saat, kena në 15 minuta. Mbaj 1 saat mos e zgjati, ka thanë në andër. Imam Shafiu ka thanë, kur debatoj me një alim, shpresoj se fiton e vërteta. Në fund vërtet del një rezultat. Debatojmë të shej, nuk o be këshu, është këshu. Në fund del ajo që është e vërtet. Kur debatoj me një xhahil, më idhnohet. Sa fjale bukë. Idhnohet. A, qete. Zakonisht në për raporte të shtëpis ndodhin këto. Së në debatojsh xhamat, veç ato si thunë. Po ka në kësi mendime, be? Mund edhe unë të jap atë të temen. Po fundit mund tjetë edhe e barth edhe e verdh kjo puna, po. Nuk janë këtë gjërat konkret të caktuara në islam. Mund edhe këshu, mund edhe këshu. Me njerë idhnohen xhahilat, interesant. Allah ja rabi na ruaj nga xhahillajki. Mund vej nesër ai trejtet, those, po, të i hoxho këshove ke thonë, dersa ma, unë mendoj këshu. Të shojmë edhe mund të gëlltisi. Deri sa tjetë brenda kufive të mezhebit Hanefi, lirisht, ashtu. Hasan el Basriu ka thënë, sabri ndaj xhahilit kur sillet keq me ty, është një shenjë e mendjes së shëndosh dhe zemrës së qetë. Vërtet njeri kur e ka zemrën e qetë, e ka këtë guxim apo këtë fuqi, ta refuzojë xhahilin. Thasë, a bejte, s'ka lidhje be, dhe shof punën teme. Ai punën e vetë, unë punën teme. Vërtet që. Meulana Xhelaluddin Rumi, rahimehullahu taala, ka thënë, buzëqeshja me xhahilin që ta thën zemrën, që vjen në xhami dhe ta ftof këtë ëndrrën e karrierës tënde. Xhahil, duhet ta shofish në akşam aty. Njatësi aty. Duhet ti buzëqeshish, thot Meulana Xhelaluddin. Buzëqeshja me këtë xhahil që ta thën zemrën është zeqati ndërgjegjes që ta ka falë Allahu xhelle xhelalu. Vërtet ne habitemi. Pse ka njerëz të tillë që gëzohen dhe kënaqen me ja thyn njerëzve zemrat? Do me thënë nuk i ka falë Allahu Teala atë ndërgjegje. A unë edhe ti pse kemi ndërgjegje në vend gjuna?
Ai është rizil, ta i të vejmë prapë mbare, më ofendohet. Ai as pak nuk mendohet bile, s'ka hiç mëshirë. Me njerë ta the zemrën. Atëherë me atë të buzëqeshish që ka zeqati asaj ndërgjetjes. Pasuri më e madhe se malli që e ke ato altanat në shtëpi është kjo ndërgjetje. 1/40 e altanit duhet tipet, këtu duhet tipet 1/9 komplet. Kitë këtë karakter, kitë këtë personalitet që e kemi, i qoftë fal, aman, ja Rabi, veç ma eshto ndërgjegjen. Se dhe hupish me atë gjahil, me këtë gjahil dhe shkojmë grave në shpit, janë nxerim. Fëmis dhe të janë nxerim, Allah Teala, ja Rabi në ruj. Amin. Apo shokut më të afër që të donë, përafërsisht më thomë, gjajtit thomë, sa sahabët që e duan pejgamberin, gjemati të donë ty, mund të ati t'ja thesh ma pa zemrën. Do njerë ndoshta në ndodhe, ama dhe busqeshim prap. Fudajl ibn Iyadi ka thënë, nëse të fyen dikush të adish se të ka bën në fakt një të mirë. Pse? Hiç pa u munduar ti fare, a bo një sebeb që të shpërblesh nga ana e Allahut. Vajnë vetë xahili. Atë ka ndodhur dhe njerë të shkush të ngucish i pari? No. Të hecish rrugën tënde. Tim që aty xhamat, çife xahilin. Xahili e për fe, e për dynjallek. Tash e ngatron këtë çështjen e rruga, komuna, vendi publik, me këtë vakëfmalin e ngatron xahilit. Edhe presish tash para namazit, kjo ka ndodhur para 2-3 vjetë. Shuqyra Allahut, heq, vazhdova e përziva kafe. Ama 3 života më kam. Edhe mos e përsërise edhe njerë se mund dë njerë, Allahu na ruaj, dalim nga këto. Dalim pi fiqiri, si thonë. Tu ndetë si ma mirë me 1-2 dashamir, kafe pi, mojgjemat kafe, nuk pi raki. As në darsëm nuk valzoj, as nuk ja kam vetë dhe kujti paret. Kafe pi, nëse ajo është zonë publike, vend publik, po tash kafe tona i nxjerrin dë një rastallat për jashtë. Puna aty në, ato letë miren vesh me komunën. Ta më është vend publik, po çka do thot vend publik? Unë edhe ti ta përdorim këtu, o xahil. Atër unë e rinë atë vend që më takon mu, se kjo është vend publik, dhe jam ullë aty. Ti nëse kede një problem, shko me pronarin e lokalit. Mes 100 njerëzve, as të vend bare të i hoqë unë, këto më vakëfmali, tha. Vakëfmali, tha. Trotuarit Rëmës, Republika Makedonie, thot vakëfmali. Vakëfmali janë xhamiat, vakëfmali janë varezat. Tamam. Ato që dëni musliman, ja ka falë në shërbim të muslimanve. Të ato kafet mund pije edhe një krishter kafe. Ama një krishter nuk mund varoset në varezat tona të xahil, nuk mund të hi unë 100.000 detaje ma pa t'ja kalzoj ati xahili. Ha? Tu pat, si pas mendimit të ati, unë e përdori hakin tem, nëse është vend publik kjo. As vend bare, tha të i si host, unë të shate. Ama kure, interesant o gjemat, mi let jonë pret 1 ose 2 sekonda, ta shofim, a dhe ketë fesata nok. Si të kese fesat dhe qëllen sirën, dhe di marin sporijat, dhe qëllen film, traku, hoxha, u kalën kraj. Nja 2 sekonda mbeta, këshu e shikova, Allahu ta'ala madha atë guzim, veç e shikova, këshu. Edhe vazhdova me ato dashamir, ta vazhdoj qifin e kafe. Dhe i si e krefa kafe. Kështu, ki qif. Hitsja, fermata. Ato 2 sekondat e para kur shlën njerëzit ta shojmë edhe këtë fesat kur e pan se s'ka fesat. Hoxha majr ja bane se unë e njoh kët kjo budall, kjo ashtu kështu. Njoni on ngroj tha jazbe hupti që më na nguc hoxhën, ashtaj kur kalon ato 3-4 sekondat e para. Nëse në ato vend këtë lagjen e kitë kemi dashamir, këtë e thon për shaka, po nuk duhet me ra në këto ndikime të xahilave. Hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasalam, Tirmidhi kalon, ka thënë mos u bani si njerëzit që thujnë, nëse do jenë të mirë njerëzit me neve, edhe ne do bëhemi të mirë me ato. Ashtu jemi ne, nëse i bëhesh i mirë me mu, bëhem 10 herë më i mirë. Nëse bëhesh i keq, ta kthej 100 herë më të keq. Jo, kjo nuk ka suneti i pejgamberit. Mos u bëni si ata njerëz që thuajnë, nëse bëhen njerëzit të mirë me neve, edhe neve do jemi të mirë me ato. Po përgatituni ta ktheni të keqen me të mirë. Ja, Rabbi na e bëj nasib që këtë. Anë që matë, mësë që këti dersit mundohemi. Drit, minuta e parë, sa të dalim për këtu. Ose në komunikacion, ose dë një kojshi, ose në shpi. Dhe ta kthej me të keq, ta dish. Dhe ta bëjë dhe një të keq, dhe të provokoje. Ktheja me të mirë, me busqeshje. Ma pa ta lip gjenazen, në vend gjenazen, shme. Dakikën e parat, këshil mos e harrojni. Mund vazhdojmë atër edhe pak, ta mbarojmë këtë temë. Apo,
shumë raste që ka me mushrikët e Kureshit që ja ka falë pejgamberi a.s. Dhe më e madhja thot, pasi u shlirua Meka, pasi e fitoi atë betejë të madhe, mushrikët e Mekës frigeshin se tash ky do të na hakmere dhe do të na asgjësoj, ama pejgamberi a.s. i mblodhi dhe u tha, çka mendoni? Çka do të veproj me ju? Çka të bëj? Ato thanë, hajër do bësh ja Rasulallah, se ti jeni Rasulallah nuk i thanë, se ende nuk i kanë besu. Ti je një vlla i ndershëm dhe je një djalë i një vllau të ndershëm. Do me thonë edhe babajnë edhe ke pas ashtu. Ama pak halabile pa u vonu borxhi me njerë, edhe familjen ja përmende pejgamberit a.s. Atëherë tha pejgamberi do t'u akthej juve njëjtë si ja ka kthyer Hazreti Jusufi vlezërve të vet dhe ja lexoj ajetin Estağfirullah bismillah la tathriba aleikum el yawm, sot nuk ka më qortim për juve. Yaghfirullahu lakum, Allahu falt juve, wa huwa arhamur rahimin. Idhhabu fa antum at-tulaqa. Shkojni se ju kam lënë të lirë. Tregon Hazreti Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, u lëshuan nga një kodër, themi, 80 persona nga koda Tenaim, ka qenë 3 mile larg Mekës. Tu e fal namazin e sabahut pejgamberi alayhi salatu wasalam, 80 veta u lëshuan për me i bo atentat pejgamberit, për me vra pejgamberin alayhi salatu. U zonën ato. Sahabët kanë qenë të zgjuar. U zonën kur ja prun pejgamberit alayhi salatu wasalam, 80 veta, me njeri liroj Rasulullah s.a.s. Dhe Allahu Teala e zbret suren, ajetin 24 të surës Fetih, edhe një rast tjetër, kur i tha Ebu Sufjanit që çka s'ka hek pejgamberi a.s. nga i, Ebu Sufjan që nuk ishte musliman. Pasi u bë musliman, u bë sahabi, radiallahu anhu themi, dhe pa qëtër e kemi ta duam. Kur gjitha të ushtria kish lishu muslimanve, kur u bo sebeb në vrasjen e mixhës së vet Hamzës dhe shumë sahabëve. Sa sahabëve xhamat? 70 ensarë nga Medinja janë vrarë me urdhrin e Ebu Sufjanit pa qenë musliman, edhe 4 muhaxhir nga Mekka janë vrarë me atë. Në mesin e tyre edhe Mus'ab ibn Umeri edhe Hazreti Hamza. Bile edhe ka ndodhur muthle. Muthle i vën me maltretu edhe gjenazen, me coptu edhe gjenazen, duket harakiri, ku e di çka i thykan. Muthle, a ka dëni fjalë për këtë? Masakër. Bra. Masakër gjenazes. Tregohet se ja kanë nxjerr organet e mbrendshme, zemrën, bile dhe organet gjenitale u kanë pre këtyne burrave të shenjtë. Mirë po ma pa pendohen dhe bëhen musliman. Pejgamberi alayhis salam ja fali këto, nuk u mor me të kaluarën, bile u shpreh me butësi të madhe dhe i tha wejhek ja Ebu Sufjan, se jam pak edhe si djem minxhallar është pejgamberi alayhis salam Ebu Sufjan. Wejhek i vjen një shprehje për mëshirë. Ah i mjeri ta jo Ebu Sufjan, a nuk erdhi vakti mo ta pranoj se la ilahe illallah wa Muhammedur Rasulullah. Ebu Sufjan i umërcunua, bile e kapi pejgamberi alayhis salam, pak edhe tronditi, e shfrytëzoi ata fërsi si gjalmixhe i brezit të dytë. Hajde mo, pranoj islamin, pse lodhish edhe veten? Bi ebi ente wa ummi, qoftë fal edhe nëna ime, edhe baba im ja Rasulullah. Sa njeri i but qenë këti, sa njeri i ndershëm që qenë këti. Dhe tregon Qadi Iyadi, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë njeriu i fundit që të nervozoheshte. Thënë për të nervozuar ai, duhet të ndodhe diçka shumë e tepërt. Dhe i pari që të zbuteshte. Që ashtu duhet me qenë xhamat. Thanë duhet atë sabër, atë limitin të kemi maksimum. Dhe kur të those më fal, coset. Në këta vazhdojmë halat, ta plasim gotën e çajit, të kallëzojmë burëri të kota, sidomos në shtëpi. Tash nuk e kemi gjendën flasim për ushtrie, pejgamber e shtet të islamit. Ne që aty shtetin të themelojmë në shtëpi, t'jemi aty, dhe t'jemi, kur gjoma jemi, estakfirullah. Ama mos i vazhdojmë inatet. Mos i vazhdojmë gajlet e gjeshme. Ta i gjema tha e këtë, tash sot do të rinë qere. Jo, beqema. Sidomos me fëmijët. Fëmija nuk e mba mend gabimin që e ka bë. Ai don nesër të të shofe të buzqesh. Dhe thot Qadi Iyadi, Molla Ali El Qari, Qadi Iyadi me këtë rast e përfundon këtë kapitull butësin apo tolerancën ndaj dyshmanëve, sidomos ndaj munafikëve. Thot ja edhe unë ta sjellin një hadith, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë jahidu ehwaekum, luftoni, si luftoni me dyshmant, luftoni edhe me ehwan, do me thënë me epshin tuaj brenda.
kema tujahidune a'daekum, njëjtë si luftojni me dyshmant. Me këtë thot, do ta mbarojmë këtë, po ja thot ta sjellë edhe një rast, se një thënje, ulemat kanë thënë, la yakmulu al-insan hatta yaqbila al-i'tidhar wa ya'fu 'inda al-iqtidar wa yakunu al-idhhar minhu mithlu al-idmar. Kit me ar mbarin. Kanë thënë ulemat, nuk bëhet insani kamil, nuk bëhet musliman i përsosur një njeri që nuk i pranon arsyetimet. Dhe të thosë më falë që isha i zanët që ande këndej. Dhe e pranësh, 1 herë, 2 herë, 100 herë, 30 herë, apo. Dhe e presish, se cëllën herë të i dhe e presish. Nuk dhe ndodhe ajtë të prese ty. Se cëllën herë dhe kete një arsye. Që erth misafir, erth një shok, u bo ajo, u bo kjo. Dhe e presish, s'ke që të bësh, apo. Nëse dush t'i njajsh, pejgamberit, a.s. Dhe, derisa nuk falë kur ka fuqi, ata shumë mund fali shumë kollaj, muallimi i eski xhamit, kërkush, apo, ama me qenë do një dytë, apo do një shef policia, me njeri gjiq ato, gjithajt e tu paj kafe, heste poshtë. Jo, bashkë atër duhet me falë, dhe, për derisa nuk e ka atë të dukshmen, një lloj si atë të brendshme. Do me thanë, si duket jashta, me tërlek, me mjekër duket e vlia, si sahab, si ulemat e vjetër të islamit, ama brendin, Allahu në rujt, ta ketë si munafikët më të vështirë bile edhe se vaktin e pejgamberit a.s. Se di. Hazreti Muavija radiallahu anhu e ka pyet njënin për djetarve të mëdhejt vaktit ati. Thuhet se ka qenë ose sahabi ose tabin. Sa'sa ibn Sauhan, me këtë thënje do të mbarim dersin. Bëhet fiks gjajti një sahat. Që kjo thënje gjemat vërtet ta hap pak vizionin. Eth mesazh. Që ja fala, hiq. I ka thënë Hazreti Muavija këti djetarit. Thot, ajde mi përshkruaj njerëzit. Ti si djetar, ke përvoj, miresh me njerëz. Hazreti Muavija, lama djetar ka qenë, rini rahat. Edhe myqtehit ka qenë, i sahabive, edhe halife ka qenë. Prandaj unë e dua shumë, atë ja Rabi na bashkon në xhennet. Amin. Mos ishte me shkronja e fundit, vallaj dja kisha vu emnin djalit tem Muavije. Qash që e du? E du sa t'ja vëndoj emnin e djalit tem. Mirë po, këto do mendojnë se vajs, oj Muavije, do ma thajrin e stakfirullah, se janë gjuhën shqipe, është për emnat e femnave. Muavije, ka do emna në gjuhën arabe, edhe pse janë me mbarojnë, ne kanë atë ta i merbuta, i thujnë atë me të në fund, që lexohet vetëm me hë, Aisha, tamam, ajo është për femna. Atër Aisha mund t'ja vem vajzës emne. Ama Muavije, se jetojmë rrethana shqiptare, së ne mora atë guzim. A për ndryshe, për shemull, Lagapin si e ka? Si e ka? Ka një sultan me atë emën. Dhe ka një xhami në Istanbul me atë emën. Sultan Bejaziti. Bajezit, më thamë baba Jezidit. Ne shqipi thujmë Pajazit. A ka dhe një Pajazit? Paja. E në atë së një vëndësh? Paja dhe e thirin. Selam të pajës, kojshi i gjë. Kemi e ka një loqk fmitë ambel Hamza, Allah e rrujt pi sinit keqen e bost pi muslimanve të mirë. Se e ka shoq gjaliem, vend të dit një mosh janë, aty edhe falen, lujnë me të spajt. Mirë. Mi përshkruaj njerëzit. Thot Sa'sa ibn Sauhani. Allahu Teala njerëzit i ka krijuar në disa klasa, në disa grupe. Një grup janë për të bërë ibadet. Vërtet e shohësh, vin ma herët, fal namaz, lexon Kur'an, po. Një grup tjetër për tijaret. Njëna për ibadet, qëta për tijaret, për biznes, për tregti. E shohësh i punon kraja. I punon kraja, me njerë, ta marra, ta shes që këtë, me njerë. E blen i tërlek në Istanbul, nuk i pëlqen, që ta shes taj ma lirë. Interesant to. Grupi i tretë janë për të kallëzu ders. Yani, laçkë, estakfirullah, ama ders pozitiv. Më thamë për të kontaktu me njerës. Grupi i katër, thot, janë për neçde, për të ndihmuar, vërtet, është zemër gjanë, do në t'i ndihmoja, hoxha duhet diçka me njerë, shumë punon, dhe ma pa zeqatin bile ma te për e jep, se atë që ka farz,
shut hece islami, të gëzohen muslimat e kështu me radhë. Dhe një grup tjetër thot, ende në mes çatyre njerëzve të mirë që i ka kriju Allah. Ato vetëm e turblojnë ujtin dhe çdo herë krefin vështirësinë. Ato njerëz të pengojnë edhe kur hecish në për rrugë ku ka shumë ndërtesa, boll ka ndërtesa të duhet hecish me kujdes, më ja pallosh banderes me kraje, plus edhe ky të del penges, bile këta njerëz të pengojnë edhe kur hecish në shkretëtir. S'ka asnjë farë objekti të pengoje, del ai penges. Allahu Teala na ruajt mos bëhemi nga këta njerëz. Grupi i parë, ibadet, ose për tijaret bën me vlla tregti, ama farzin fale, namazet fale. Ose banu hoç kallzo ders, ose banu pasanik ndihmoj muslimanëve të varfër, njerëzve skamnor. Ki qetri kur gjon nuk bën. E keni pa, zakonisht milleti jon është i sprovuar me këto njerëz. Bëhet hoç, çek i hoç. E bëhet shqyqyra Allah i hap 20-30 zinxhira me marketa, çek i kshau parit i ka fitau, subhanallah. I ndihmon fukarave e bën për sy e faqësi, çese çallam, hajde. E po, ti gjibësh belur, ti vetëm penges në bësh, hajmë shile gjojën, për nale rahat edhe neve të jetojmë, e ti bëjmë këto vazife që ne ka falë, Allahu Teala. Me xhamat, me këtë mund të mërim. Allah, ja Rabi, krijoje këtë ndikim, këtë të thirë në zemrat tona. Ju lutem xhamat, më bëhet dershu, kalova një nisat të hoxha, pak e ne tajrim, hini nerva, për qatë, jo, këto derse, aman t'i zbatojmë. Vallaj dhe kalojmë shumë mirë, ene me gratë, ene me prindet, ene më e rëndësishme me fëmijët tonë, kur dhe dim t'i pranojmë arsyetimet, ene me afal gabimet. Ja Rabi na ndihmo, këto synete me izbatu, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.